infermiere, prej një tifozët të futbollit. Kthehemi te Keka me 2 fletore në prehrin e tij. Të kujt janë këto fletore? Kujt janë këto fletore të mysafirës tonë që e kemi në studio? Ja pra krejt librat, për shembull një fletor i përmban përshkrimet e krejt këtyre librave që i ka lexuar gjatë një vere 2022-s, janë po mdo këtë shto, shumë libra. Tani është edhe fletora tjetër, me këtu janë 30, edhe këtu janë 65. Ue. Po vazhdojnë tjerë, dhe më thonë edhe 30 diçka libra tjerë, dhe më thonë kjo vazhdimi, i librave që i ka lexu, po nuk i shënon vetë si në listë kështu, librat, po edhe i përshkruan të gjithë, ja ku i ka përshkrimet, për shembull, për secilin libër, i përshkruan mas pari sa faqe i ka, kapitujt, përmbajtjen, cilë personazh i ka pëlqyer mas shumti, për çka flet libri, që për shembull unë ndala i lexova hoxha do, tash s'kam nevojë mi lexu më librat se i pash këtë çka ka shkruar. Po librat që i kanë lënë përshtypje është shumë edhe në vërtet për gjithë, pa më pasysh atë të lënë libri përshtypje apo jo, ti përshkrimin e përshkruan çdo libër që i ke lexuar apo jo? Po. Qysh je? A je bie? Së pare faleminderit për ftesën. S'ka përse faleminderit që ke ardhur ti, po përveç librave që lexon shumë, pse lexon që ka shumë libra? Na tregon. E kam pasion leximin, edhe kam qef me dëgju historit e librave. Po numri i librave që zakonisht mundet me pas shumë fëmijë atë dëshirën për me lexu libra, ose dikujt mundet m'ja bo dhe dënim prinde, ose si shpërblem. Dënim ose shpërblem, tash varet se çish e merr fëmiu. Nëse e lexon këtë libër, ki me pas këtë shpërblem. Po numri i librave që veç se këtë vere ka lexu është valla jashtëzakonisht i lartë. Është 42 libra vetëm gjatë kësaj vere. Unë i thashe ta ke pushu ti gjatë kësaj vere, a veç ke lexu libra? Kom pas pak ko pushem, po qatë ko që e kom pas, ja kom kushtu motrës time. A po? Mirë shumë. Po, qështë ka dalë ko, mas pari se pat libra me, për shamë një libër që the për një javë 400 e diçka faqe i David Williams, baba i kes që ke një libër, që flit ke për relacionin mes babait edhe fëmijës, pastaj, do më thonë, libra koqa voluminoz, do më thonë që pas ke lexu. Po përveç kësaj, na e pam që e ki, përveç librave që i ke lexu, e ki edhe një çmim në një festival të pianos që i ki fitu atje. Të thonë, po del ka kohë edhe më marrë me piano. Ku ke qenë në këtë festival? Ku ka qenë këtë festival? Kom marrë pjesë në shumë gara. Njëherë në Manaster, jam shpërbly me vendin e parë. 2 herë në Prishtinë, jam shpërbly me vendin e tretë, një herë në Shkop jam shpërbly me vendin e dytë, dhe 2 herë në Tiranë jam shpërbly me vendin e dytë. Shumë çmime pas ke marrë me piano. A mundesh me, a e ki dashnin e njëjtë si për leximin, qashtu edhe për pianon? Po, dyja ti kam shumë qaf. Lexoj shumë, jam adhuruese e librit edhe kam qaf shumë me ushtru piano. Sa unë dit ushtron piano? 1 orë e gjys, ka njerë ndodhë 2 orë. E tash që ka fillu viti ri shkollor, qysh e gjenë kohën edhe me lexu, edhe me ushtru në piano, edhe me shku në shkollë, mandej me i përfundu detyrat? Po kohën kur shkoj në shkollë, masi të kthehem, ha buk, pastaj hy penalt i bëj detyrat, nëse nuk kam, ushtroj piano,
ose lexoj ndonjë libër, kam qef me përfundu. Dhe tani... Ti e përmendit që kini motër të vogël. Po. A i lexon pralla motrës? Motra nuk ka qef shumë Me i lexu libra. Me i lexu, po ndodhë nga njerë. A ki me mësu edhe motrë me lexu qështë libra shumë si ti? Po, ka me Kur të rritet edhe pak, ajo është e vogël. Po, është shumë e vogël njëherë për me ja fillu me mësu, por kur të rritet edhe pak, me mësu. E në shkollë cila është lënda që të pëlqen mas shumë ti që spritën kur të vjen qaj orë? Gjuha shqipe, matematika edhe muzika më pëlqen shumë. Krejt këto. Shumë interesant unë e metan që të librin e fundit që ka përshkru, se Djali me fustane ka emrin libri, nga David Williams, që është edhe njëri prej antarëve të juris, ka qenë deri vonë në Britain's Got Talent, në atë showin e njoftun që i këshyrim talentet shumë britanezë dhe edhe të shteteve tjera, është ai që gjithmonë ngucet me Simonin, është shkrimtari, edhe e ka për një djalë, dhe më thonë që djali me fustan, që ka qef mu vesh me fustan edhe e bën do ndryshime, edhe po në fund për shkrimi qëfar mesazhi jep ky libër, Eni e pas ka shkruar mesazhi i këtij librit është të mos flasim tema që nuk janë për moshën tonë. Mesazh shumë interesant. Po plus në fund edhe i vizaton personazhet, dhe më thonë punimet edhe i shpjegon këtu. Pas çdo libri. Po, Liza që e futi Denisin në bela, se Denisi ja ka nisë mu vesh me fustantën edhe e ka ndrua emrin, edhe Denisi me paruk e di që se besoni. E që të gabimin që e bojmë na shpesh gazetarët, kur e shkrujmë se e shkrujmë pa apostrof, Liza e ka shkru mirë, me apostrof. Nuk e besoni, që kjo është se besoni, nuk e besoni. Nësë po asjo e kom përmenë, se me thonë pa apostrof i bjen se besoni, dhe më thonë sepse besoni, kur thuni me apostrof i bjen nuk e besoni, dhe më thonë ka dalim të madhë, qështu dhe më thonë edhe përshkruan librat edhe krejt. Dhe më thonë, po tash, përveç librave përmendëm edhe pianon, që pas ka fitu edhe çmimin e parë, dhe më thonë në manastir. Sa konkurenta kena atje, manastir? Mbi 30. A ke taku edhe shoqe të reja që kanë qenë pianista, apo kur shkon atje në gara i kisi kundërshtar ata, edhe s'flet me ta? Disa që nuk i njo, i kam pak ashtu, po një shoqe jamja, e quajtur Puhiza, ka qenë me më në gara, edhe të gjatë e kemi zënë vendin e parë. A po, dyat vendin e parë në kategori, dhe më thonë, dyat knashur ako këtë këthuj. Po, shumë. Mirë se ka njerë është keq me shku me naj shoqe, ti me nëzon të parin shoqe, mos me nëzon asë një vend, të një ti një është keq. Së më shku mësu asë për vetën. Po. Po, edhe në gëzohem shumë edhe për shoqet. Po, shumë mirë. Eni, shumë falenderit, a ki mendin me anis me shkru libra? Me shkru ose poezi, ose tregime, a veç ja ki fillu? Masi po lezon ka të shumë. Jam të mendu me shkryt një liber, ama gjatë këtyne vite kom dash me gjithë një histori që shme shpik. Me mendu një herë ma gjatë, tani mandej kur e fillon librin me shkru, s'ndolsh dhe e përfundon. Me mendu në gjarin një herë. Shumë bukur. Eni, falenderit shumë që ishe me neve, se na ju afrum shikus të dashtën edhe fundit të emisionit tonë të sotëm, po përna vjen te për mirë që e kemi pas një mësafire si Enin, më dhënë që si super vajzë në të vërtet, se qysh pidel kohë, të më thënë, mi kry gjitha ato punë, të më thënë, mi lezu krejt ata libra, plus mi përshkru, mi vizatu personajët përse se në libër në fletorët e saj, plus vënd po në tajke për mësusës, 5 me ylli kish krejt, dhe përse 10 që e meritojke, edhe i shpegon personajët, mesazhin e librit, e lezon tjetrin, ushtron piano, fiton vendin e parë në manastir, plus meret me motrën e vetë, të vogël. Në këtë kohë, kur tu fillu ndoshta prej moshës që tash Eni e ka, krejt që ka fëmi dinesh me përdor telefonin. E që që del mos me përdor telefonin?
Se prap po vazhdojmë intervistën, se po mundë me ndalë intervistën, se shumë e mirë. është shumë e lehtë, vetëm u përkushtu shumë libra, edhe me ja dal të lexoj shumë. Edhe kam një mesazh për bashkëmoshatarët e mi. Hajde. Të lexojnë ma shumë, të mësojnë ma shumë, të dëgjojnë prindrit dhe të mos përdorin shumë teknologji. E kur e kam prindit keq, a bani mi dëgju? Po, prap të prap. A prap se prap mi dëgju, kur e kam keq, a? Okej. Ndoshta në që të mosh po. Po. Duhet. Me ndëgju edhe kur e kanë keq. Mirë, mu më interesoj veç me ditë, se di unë, veç pyta. E shumë faleminderit.